Do të diskutojmë tani më gjërësisht në studio në lidhje me ecurinë e procesit deri tani por njëkohësisht par edhe në këndvështrimin ekonomik rëndësinë që kanë këto zgjedhje. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Fatos Çoçoli, gazetar analist. Zoti Çoçoli, mirë se erdhët. Mirë se djeli, Dion. Ta nisim me pjesëmarrjen, bie në sy një pjesëmarrje zakonisht e ulët në Vlorë, 9.24% ishte vetëm pak momente më parë. Si mund të shpjegohet një pjesëmarrje kaq e ulët? Shpjegohet me zhgënjimin e qytetarëve tanë dhe jo vetëm në Vlorë, por Vlora është si thua testi kryesor, sepse është një ndër qarqet më të rëndësishme të vendit. Tani që flasim, edhe pse ende s'kan dalë shifrat, Vlora jep për shkak të aktivitetit turistik Lidion rreth 10.5-11% të GDP-së së vendit. Pra, gjithë vlerës është një shifër konsiderueshme. Po, që e kemi diku ke 26 miliard. Kështu që Vlora është testi kryesor dhe e bëre shumë bukur pyetjen çfarë kemi parë deri tash në këto zgjedhje, mënyrën si janë zhvilluar, edhe pse janë shumë të qeta, pa incidente dhe këtë duhet ta përshëndesim. Jo vetëm në Vlorë, por edhe në Madje qetësia ka ardhur edhe para zgjedhjeve, edhe përgjatë asaj periudhe edhe gjatë procesit të përgatitjes të fushatës e gjitha këto. Kështu që kjo është një augur i mirë. Por problematika qendrore është që sidomos të rit e kanë pothuajse tërësisht injoruar si proces. Pra nuk e shikojnë veten në të gjitha bashkitë tona, ndoshta Tirana mund të ishte një test ndryshëm nëse do ishte zhvilluar, por ama në bashkitë e tjera të rit nuk e shikojnë veten që stafi i bashkisë, struktura vendore mund të ofrojë diçka për ëndrat e tyre, për planet e tyre. Ose është një këndvështrim më i gjerë i të rinjve të sot, mbase ajo është natyra e tyre, pra janë indiferent, refuzojnë pjesëmarrjen, sepse ky brez është tek e fundit. Se s'bën një pjesë e madhe është me indiferencën, me faktin që ç'më duhet mua politika, edhe pse kemi për fat të mirë të rinj të angazhuar në politikë, nga dy kratë forcave kryesore tona politike, por Lidion po të ishte në Tiranë për shembull, mund të kishim në një situatë më pjesëmarrje më të madhe? Pjesëmarrje më të madhe të të rinjve. Unë do shikoja një pjesëmarrje më të madhe të të rinjve, një interes më të madh për faktin se çfarë përfaqëson Tirana. Por duke kaluar pastaj në rrethet dhe këtë na e dha, si thua, provën kryesore Vlora. Vlora ishte vërtet ai lakmusi për të kuptuar sa i rëndësishëm është pushteti vendor, sa ndikon ai realisht në jetët e qytetarëve. Të shikosh që pjesëmarrja më e madhe këtyre 9.5 a më pak se 10% të qytetarëve me të drejtë vote deri tash që flasim, është domethënë një situatë shumë që të lët për të kuptuar që pushteti vendor praktikisht ka dështuar. Ka dështuar për pritshmëritë e qytetarëve. Është ulur 9.11% që do të thotë gjithmonë më pak po dalin qytetarët e Vlorës në zgjedhje dhe atë përqindjen e marrin bashkitë e tjera. Pra, indiferentizëm. Indiferentizëm maksimal, po sidomos ke mosha 18-35, 18-40 vjeç, aty shikohet që nuk kanë asnjë shpresë që stafi i bashkisë mund të bëjë diçka për të ardhmen e tyre. Kështu që kjo është këmbane mirëfillt alarmi. Pra, është edhe një refuzim protest. Është një refuzim për të thënë që ti deri tani, me dashur bashki, nuk ke punuar për interesat e mia si qytetar. Unë nuk e shoh vetëm fare ke asnjë lloj programi, qoftë për të rit, qoftë programe për të ndihmuar punësimin, qoftë për argëtime të tjera, tek programet që ti shpalos. Shoh që je krejtësisht indiferente me jetën e qytetit apo të gjithë zonës që bashkia përfaqëson, kështu që kjo është këmbana vërtet e mirëfillt e alarmit. Qytetarët tanë në bashkitë hiq Tiranën, Tirana është realitet tjetër, janë krejtësisht të zhgënjur Lidion nga performanca e pushtetit vendor deri tash. Ndërkohë pushteti vendor duhet të jetë ai që duhet të jetë më afër qytetarit. Pushteti vendor ka shumë për të bërë. Çfarë ka për të bërë? Sidomos në Vlorë. Pse në Vlorë? Sapo e tham që është diku madje përqindja e pjesës kontributit të është më lartë se sa vetë pjesëmarrja, për shkak të turizmit. Turizmi e ka ngritur shumë, e kemi patur diku ke 7-8% më përpara. Por 3-4 vitet e fundit sollën këtë transformim. Po bëhet edhe aeroporti i Vlorës, pra ka shumë për të ofruar pushteti vendor për qytetarët. Edhe investimet që do të jem investimet, do të rinovohet porti i Vlorës, do bëhet shumë porti i rëndësishëm. Të gjitha këto sa janë të ndjeshëm qytetarët e Vlorës, pothuajse zero. Çfarë ke bërë ti si pushtet vendor që ata ta kuptojnë që ti po punon për ta? Pothuajse asgjë. Në këtë kuptim shikohet që kjo është e vërteta lakmusi i dështimit
i dështimit të pushtetit vendor dhe kemi nevojë për një, si thua, ndryshim rrënjësor. Reformatim dhe nuk duhet vi vetëm tek reflektimi i atyre që janë të zgjedhurit e pushtetit vendor, te kryetari apo kryetaria e re e bashkisë së Vlorës, por duhet të vinë në radhë parë nga qeveria qendrore. Aty duhet se s'bën të ecet, qoftë edhe në nivel, sepse dakord është i zgjedhur me votën e popullit, Lidion, por ama ka shumë për të bërë qeveria qendrore, sidomos në nivel të kryeministrisë, për t'i nxitur, sepse tek e fundit, pavarësisht se i jep, si thua, llogari vetëm kuvendit nga që është i zgjedhur nga populli, përfaqësuesi i një pushteti lokal, por ama ka shumë fije që e lidhin me kryeministrinë, me qeverinë qendrore. Dhe aty duhet parë që shiko, ndrysho mënyrën e punës, mënyrën e qasjes me qytetarët, shiko të bësh projekte. Jam i bindur për shkakun që nëse e njëjta gjë do të kishte ndodhur në Shkodër me kryetarin e bashkisë të viteve të fundit, do kishim ndryshin, do kishim edhe të ri. Nuk po them që do kishim në masë të madhe, por si po transformohet Shkodra, ndërkohë që Vlora ka ngelur mbrapa. Vlora dakord është transformuar si qytet, por kanë qenë investime të qeverisë qendrore. Vetë qytetarët vlonjat nuk i kanë dhënë me të drejtë asnjë lloj note të mirë pozitive angazhimit vendor. Mbase për këtë arsye Lungomarja për shembull është prodhim, është prodhim pikërisht. Është prodhimi i fondeve të qeverisë qendrore. Po ashtu në dyshi, treshi nga investimet që po bëhen deri në Orikum. Pra, të dallohet, të duket dhe një çik dora e pushtetit vendor. Jemi krejtësisht në mënyrë skandaloze çfarë, me mbledhjen e taksës për pronësinë, ti e di, ka me vjetra mira apartamente, performanca më e dobët është tek pushteti vendor. E si ti besoj qytetari? Si ti besoj, të lutem shumë, kur sa herë është ndruar në Vlorë, ai drejtuesi i ASHK-së së Vlorës. Po aty përplasen të gjithë qytetarët, aty përplasen. Ka patur raste edhe të, si thua, shkallëzime penale për këta drejtues. Kjo strukturë e ASHK-s në Vlorë apo në rrethet e tjera varet nga qeveria vendore. Është pjesë e saj. Prandaj edhe qytetarët janë të zhgënjur, por edhe të revoltuar deri diku, me këtë performancë shumë të dobët të qeverisë tyre vendore. Në anën tjetër, Vatos, ka edhe rrezik kjo mos pjesëmarrje ose ky refuzim, sepse më vjen ndërmend Brexit. Në atë kohë kur bë Brexit, të rinjt refuzuan merrnin pjesë, por ishin të moshuarit që vendosën për të ardhmen e të rinjve. Kështu që ka rrezik edhe këtu. Ka rrezik të jashtëzakonshëm, sepse në rast se ti, si qytetar, nuk ke asnjë shpresë nga pushteti vendor, gjën e parë që bën Lidion është ti thuash djalit tënd, vajzës tënde, hikni nga syt këmbët. S'keni çfarë të bëni në Vlorë, s'keni çfarë të bëni në Berat, s'keni çfarë të bëni në Mat apo në rrethet e tjera ku po vë. Çfarë shpresë i jep ti të rive si pushtet vendor? Çfarë programi ke që ti bësh ata të interesuar? Le ta thonë më këta zotëri apo zonja që aplikojnë për të qenë kryetar. Në këtë kuptim, këmbana e mirëfillt e alarmit ra. Edhe qeveria vendore ka ato të vetat, po nuk duhet të jetë indiferente, nuk ka të bëjë vetëm me dhënien e fondeve të kushtëzuara në formën e projekte, jo, duhet akoma dhe më shumë të kushtëzosh të zgjedhur të popullit. Bashkitë kanë një burim që kam përshtypjen nuk e shfrytëzojnë as pak shumë, mund të aplikojnë vetë drejt për drejti pa pasur nevojë që të marrin fonde nga qeveria tek fondet e Bashkimit Evropian, mundet të aplikojnë për kredi, mundet të emetojnë qoftë edhe bona apo obligacione, sikurse emetojnë qeveria qendrore, por asgjë nuk bëjnë ose e bëjnë në nivele minimale. Në nivele minimale. Diku ke kredit kishte lëvizur përpara ca kohësh të Bashkia e Tiranës, asnjë bashki tjetër. Po. Nuk është se të gjitha bashkitë janë me puckuqe që thot populli në nivel të borxheve që kanë. Ka shumë bashki që kanë borxhe dhe s'mund të marrin kredi sepse një strukturë që rezulton me borxhe, po. Por ama ka bashki tjera që janë mirë dhe ato nuk e marrin kredin dhe ti ke shumë të drejtë që e thua. Pjesa tjetër, hapësira për fondet e Bashkimit Evropian të konvergjencës, fondet e konvergjencës është e pamat. Jemi duke u trajtuar realisht nga gjitha strukturët e këtyre fondeve të familjes së madhe, sikur të ishim atje. Kështu që ke shumë të drejtë kur thua që cili është rezultati. Të thot Bashkia e Vlorës, sepse është rasti, por edhe bashkitë e tjera. Kush ka fituar? Kemi parë në një rast të mirë të një grupi lokal
vendor që nën drejtimin e strukturave të bashkisë përkatëse të ketë fituar në një fond. Sa të duash ka fonde, me Interregun, fonde ndërkufitare, me pjesën Vlora mund të fare mirë të binjakzohet me pjesën e Italisë Jugore, mund të binjakzohet edhe me Greqinë fqinje. Pra, ku i kemi këto projekte? Që të ngjallit diçka se aty janë, po s'kanë qenë të aftë të t'i aplikone si duhet, kanë fjetur mbi tafina, ose më mirë kanë fjetur mbi tendera. Dhe jo gjumë, por kanë bërë ato që kanë bërë. Kështu që qytetari ka shumë të drejtë të mos u besoj, dhe në këtë ditë të rrentur, se nga njerë edhe moti edhe këto gjë bën të veten, thot pse duhet të shkputem nga shtëpia ditë e diel, të iki për çfarë që ai tjetri të abuzoj akoma apo të tregoj se sa i papërgjegjshëm është. Sa karafil që është aty mbi degën ku ka hypur. Në këtë kuptim, Lidion, kjo është këmbana që duhet ta lexojmë qartë. Sidomos qeveria qendrore se ka mundësinë, ka ostenin që t'i bëjë më të përgjegjshëm të struktura vendore. Meqenëse se jemi tek Vlora dhe ju e përmendët faktin që turizmi, ndërtimi që në shumicën e rasteve është në shërbim turizmit, ka pasur një bum të jashtëzakonshëm. Është taksa infrastrukturës një e ardhur e konsiderueshme, por e munguar për pushtetin vendor, rastin konkret Vlorës. As që diskutohet, sepse ndërtimet më të mëdha për ashtu Tiranës, se diskutohet, që aty bën, janë në Vlorë, tani që flasin, në Sarandë. Por Vlora sidomos, sepse hapësirën me kilometra katrore ka 224 kilometra. Nga 400 kilometra që ne kemi, vetëm në Vlorë janë 224. Më shumë se gjysmë. Pra, llogarite se çfarë aseti ka bashkia Vlorë. Si e ka përdorur këtë aset? Ku i ka projektet që të mbajë të rritë, që të motivoj qytetarët e vetë? Në këtë kuptim, është shumë keq me mbledhjen e taksës si infrastrukturë, sepse ka me mira, si thua pallate të reja që po bëhen, me apartamente të reja, me gjëra, por krahas kësaj është dhe taksa pasurisë. Të gjitha këto janë pasuri të reja. Plus atyre të vjetrave. Ku je? Janë në nivel as 10% se ka. Në këtë kuptim, gjykoi Lidion që qytetarët votuan duke mos shkuar në pikën e votimit. Inteligjenca artificiale testohet sot në Tepelen. Paralelisht do të bëhet numërimi manual, por do të testohet me shpresën që në zgjedhjet e ardhshme, qoftë vendore, qoftë përgjithshme, mund të aplikohet më gjërësisht. Mendoni se është rasti, është momenti që inteligjenca artificiale të futet edhe këtu? Ne themi, e duam një gjë e deshëm dje, në kuptimin që jemi gjithë një vonë, në kuptimin duhet ta fusnim sa më shpejt, por edhe tani thot populli më mirë vonë se kur, as që diskutohet Lidion. Inteligjenca artificiale na bën dy të mira të mëdha. Së pari na ul kostot, ne jemi ekonomistë dhe e dim se çfarë do të thotë, të ulësh kostot e prodhimit të materialeve të zgjedhjeve, të ulësh kostot e pagesës atyre që do të kontrollojnë rezultatin. Plus, pastaj, inteligjenca artificiale nuk ka as parti, nuk ka as në një ndërhyrje, është e pavarur. Po, as nuk blihet. Në këtë kuptim, e mira e dytë e madhe është që transparenca fiton jashtëzakonisht shumë dhe si thua të gjitha ankesat pas procesit zgjedhor për mundësia apuzimi, për blerje të votës. Nuk e ka akuzon në atë rast. Bien të gjitha poshtë. Kështu që e para shumë e madhe është që na kushtojnë shumë më pak, sepse zgjedhjet qoftë ato të përgjithshme, qoftë ato vendore, Lidion kushtojnë me 10 milion euro. Nuk janë pak për buxhetin e shtetit. Njërë në 2 vjetë. Po të mbledhësh të gjitha bëjnë më shumë se 1 miliard euro. Sa shumë njerëz angazhuar. Kosto, 1 miliard euro, kosto e këtyre 35 viteve në demokraci, në si thua parlamentarizëm, të zgjedhjeve të herpasershme që kemi bërë. Duke mos përfshirë ato të jashtëzakonshme. Në këtë kuptim, është shumë mirë që të futet masivisht koha e dur. Alternohet me numërimin elektronik? Mund të alternohet. Në gjykimin tim, gjithë shka bëje me inteligjencë artificiale se jetë tërësisht i imunizuar nga ndërhyrjet, se numërimi elektronik ka dhe pastaj gjëra që, sepse e kontrollon njeriu. Në këtë rast, ke agentin e inteligjencës artificiale, ke algoritmin që ti bën të gjitha punët. Nuk është se po e provojmë ne, shumë vende të tjera e kanë eksperimentuar, u ka dalë me sukses, kanë arritur deri të 20 herë të shkurtojnë shpenzimet, se
Jo vetëm ne harxojmë sa timet e kokës të tot populli, por mënyra infrastruktura fizike e procesit zgjedhor, pastaj të numërimit, do paguash numëruesit, e me radhë me problematikat që ato sjellin, të gjitha këto si me magji, inteligjenca artificiale t'i largon. U bë shumë mirë që u fut, jemi vonë, më mirë vonë se kur, sa më shpejt në zgjedhjet e ardhshme, në takimet e ardhshme me votën e qytetarëve, të jetë vetëm inteligjenca artificiale. Le ta bëjnë edhe në paralel me numërimin elektronik, por kjo duhet të jetë parasorë. Të shpresojmë. Sërish fatos edhe një pyetje në lidhje me zgjedhjet që janë duke u zhvilluar në këto momente, ne tham pjesëmarrja është nivelet e ulta, por një diçka tjetër bjen në sy. Partia Demokratike mbështet kandidat pavarur. Ka një arsye pse? Pra nuk është me kandidatë vet. Në gjykimin tim është... Njëtën gjë bëri edhe në Tiranë, por u anulluan. Po. Është alibia e humbjes, se nuk ka arsye tjetër. Një fjalë është të mbështesësh, po ti mbështesësh si? Dhe pastaj nuk me përgjegjësitë e kubja? Edhe pse pikërisht, edhe pse i pavarur, do infrastrukturën e tij. Do grupin e tij të njerëzve që duhet të ketë me qytetarët. Ti e the shumë bukur, pra që nga para përgatitjet e zgjedhjes, që nga procesi i fushatës, për kandidatin e pavarur, ku e pa mbështetjen e opozitës sonë kryesore? Opozita kryesore ka përgjegjësinë para atyre që e kanë zgjedhur të shpalos kandidaturat e saj. Ishte një shans, janë 5 bashki, janë 334.000 qytetarë që janë thirrur për të votuar. Opozita duhet shikoj ku qëndron me këta 334.000 qytetarë. Në këtë kuptim unë them që është për opozitën tonë një rast i humbur. Dhe të thua që unë do t'i mbështes kandidatët... Dhe të kandidosh vetë është një gjë tjetër. Dhe të kandidosh vetë janë dy gjëra të kundërta fare. Mbështetja nuk është parë, sepse dakord, le temi që u përzgjoll kandidati i pavarur, ku ishin deputetët e Partisë Demokratike pranë këtij kandidati të pavarur, pamne në një takim të kandidatit pavarur në një prani qoftë edhe fizike. Ku ishin mbështetësit e Partisë Demokratike në këto takime? Pra, një gjë është të thuash i mbështes, po kam frikë, është ajo thënia e popullit, një fjalë goje. Më ka çuar nona me la duart. Fatos, me qënë se jemi tek pushteti vendor, për koincidencë është publikuar edhe projekt buxheti i 2026-ës, u prezantuan në konferencën e kryetarëve, do të fillojnë diskutimet edhe në komisione, por nëse shohim shifrat për pushtetin vendor, vjet re një rritje e buxhetit krahasuar me 2025-ën, kjo edhe për faktin që rritja ekonomike reflektohet në çdo sektor. Përpara se të flasim në lidhje me shifrat në detaje, forma si funksionon, pra një farë varësie nga pushteti vendor, nga pushteti qendror tek ai vendor. Duhet të jetë në këtë formë apo sepse kemi edhe reformën territoriale që do të fillojnë diskutimet, çfarë duhet të ketë pastaj parasysh? Me shumë sinqeritet, Lidion nuk ka funksionuar. Kjo mënyrë bashkëpunimi, bashkëveprimit të ose kjo reformë mbi 10 vjeçare. Po. Pushtetit qendror që kalojnë pastaj në pushtetin vendor. Është arritur deri aty se jepen para në mënyrë të pakushtëzuar vetëm për të mbajtur me rroga punojësit e një bashkie që për shembull është e krimbur në borxhe dhe vetëm se duhet shpalli falimentimin dhe nuk e shpall sepse është strukturë shtetërore. Pra, nuk kanë funksionuar, ti e the me shumë të drejtë, janë 10 vite, që nga viti 2014 duket i largët, kur nisi reforma zgjedhore nga janari 2015, kanë kaluar më shumë se 10 vite, është parë që kjo formë, kjo mënyrë bashkëpunimi nuk funksionon. Pse? Së pari, të gjitha fondet që jepen në mënyrë të pakushtëzuar shërben vetëm për ta mbajtur në gjumë. I ketë garantuar kryetari i bashkisë apo kryetare e bashkisë për stafit e tua, bëj çfarë duash, vrit veten, dole me të ardhurat më shumë për bashkinë, nuk dole, pate aplikove në 100 projekte të Bashkimit Evropian, fitove vetëm një, nuk fitove, çfarë ndryshimi ka? Ku e shikon ti varësinë? Largojmë influencën politike, se është një çështje tjetër, unë po flas thjesht në nivel të politikës ekonomike. Në rast se ti ke fondet e kushtëzuara, ti duhet ta bësh akoma dhe më të interesuar. Pra, atë lloj karrote që i jep pushtetit vendor, për t'i thënë që ja ku i kam parat, më jep një projekt interesant, me ndihmë konkrete për qytetarët e tu, edhe për rajonalizimin, sepse kemi varfëri, kemi mungesë zhvillim në shumë nga rajonet tona.
atëre ku i ke ti qeveri qendrore? Këto fonde që t'jenë shumë më të me herë, ndoshta më të mëdha se sa fondet e pakushtëzuara. Pse? Që ta bësh të interesuar. Dhe t'jetë me sistem pikavarazhi. Dhe ky pikavarazh të tjetë, ja ku kishe, le të themi 3 milion euro, me projektet që solle, as 300.000 euro nuk rrite, as 1/10. Atëre, çfarë vlerë ke ti, si kryetar bashkie, si staf, që nuk arrin dot me këto para që të janë vënë në dispozicion ti përdorësh për qytetarët e tu? Kjo formë ende mungon. Pra, ti e the me të drejtë, kishim suficit në mujori, janar, shtator 2025, 470 milion euro. Kjo mundsoj që bi 10%, bi 11% të jetë transferta. Qoftë ajo e pakushtëzuar, po e kushtëzuar, do t'jetë me herë më e madhe. Pse? Që ti dalësh borxhit. Jo thjesht kryetarit të ri apo kryetares së re të Bashkisë Vlorës, por ama të gjithëve, të 61, edhe të Tiranës, pavarësisht se sot është pa kryetar, ne e dim problematikën që ka metropoli jonë. Por, ama ti si qeveri qendrore duhet ta bësh këtë. Zgjati karrotën, bëja sa më të sfiduse, po të jetë një karrotë e madhe. Pra të jetë diçka vërtet që mund të ndryshoj në rast se e meriton me projektet që paraqet. Stafi i qeverisë vendore të mund ndryshoj situatën për mirë të qytetarëve të vetë. Po nuk u bë kjo, edhe kjo formë do vijojnë komoditetin. Do të vijoj një komoditet, do të toja shumë i shëmtuar dhe shumë i papërgjeshëm, se mbjell ore çast papërgjeshmërinë. Qofse ke komoditetin që bëj punë unë, më mjafton që kam lidhjen politike, që bëj ato qokat sa herë që më kërkojnë dhe jam në rregull me punën me qytetarët e mi. Jo. Qytetarët sa po votuan çfarë? Këmbanën e alarmit. Jeni krejtësisht jashtë loje të nderuar kandidat për pushtet vendor. Po të ishte e njëjta gjendje si në Vlorë, si në këto bashkitë e tjera, Lidion, me të gjithë qarqet, me të gjithë 60 bashkitë, çfarë do ishte? Do ishte vërtet një skandal i mirëfillt. Skandal është dhe sot, që kemi pikërisht atë përqindjes. 9.11%. Skandal i mirëfillt është. Ku? Tek perla e vendit tonë, tek Vlora, tek një bashki që duhet të ishte realisht pasqyra e ndryshimeve për mirë që janë bërë në vendin tonë në nivel të ndihmës ndaj turizmit, infrastrukturës ndaj turizmit. Ne e dim lungomarin e Vlorës, ne e dim sa kënaqen turistët që vinë, qoftë huaj, qoftë dhe ne vetë shtrirë bukuritë natyrore gjitha që i ka Vlora pa kursim. Po qytetarët e saj që s'të besojnë, është, nuk e di, është vërtet reflektim shumë i thellë. Fatos, si mendoni se duhet jetë marrëdhënia ose ndërlidhja qeveri qendrore pushtet vendor? Ju përmendët karrotën, por duhet ketë më tepër pavarësi mbase pushteti vendor në mënyrën se si ai zgjedh bëj investime, se si siguron fonde, apo duhet sërish orientim nga ana e qeverisë qendrore? Flasim decentralizim apo jo në këtë mes? Në gjykimin tim duhet jenë realisht vëllezër siames, të lidhur shumë ngushtë. Në çfarë kuptimi? Jo thjesht ngushtë sepse ke një përkatësi partijake, e ka favorit kryetarin e bashkisë në një i madh nga partia dhe hajde t'ja bëjmë qefin edhe me fonde. Jo, i dashur Lidion. Kryetari apo kryetaria e bashkisë duhet ketë një raport të tillë me pushtetin qendror. E para, vërtet të jap fonde të pakushtëzuara, por ti apo zonja apo zotëria që është në krye duhet tregosh përgjegjësinë tënde. Dhe një moment caktuar unë mund edhe të ti ngri fare fondet e pakushtëzuara, sepse se ka zbatuar detyrën. Unë ta konsideroj që se ke zbatuar dhe harroj fondet e pakushtëzuara për sa kohë je i papërgjegjshëm me qytetarët e tu. Se çfarë është kjo pjesëmarrje e ulët? Papërgjegjësia atyre që e kanë qeverisur Vlorën deri tani. Kjo është leximi i pjesëmarrjes së ulur. Jo vetëm në Vlorë, por edhe në qytetet e tjera. Papërgjegjësia ekstreme. Atëherë ti si qeveri qendrore, si e mat këtë papërgjegjësi, si e vlerëson dhe si reagon ndaj saj? Shpeshherë dhe kryeministri ka qenë kritik ndaj pushtetit vendor në tërësi, por edhe specifikisht ndaj disa kryetarëve. Në takime që ka mundur të bëj atë që është e mundur. Pra çfarë ka mundur të bëj? Që mirë kryetarin e bashkisë nuk e ka prekur, sepse është i zgjedhur. Po. Por ama çfarë është nën kryetarin e bashkisë? Ka ushtruar presionin
je krejtësisht jashtë pritshmërive të qytetarit. E njëjta gjë duhet bërë me çdo bashki, kryetarja apo kryetarit të cilit është në këto nivele papërgjegjshmërie. Është domosdoshme, sidomos tani me këtë rezultat, nuk po themi në rezultatin e kush do të Pjesëmarrja, po. Nuk na intereson fare sinqerisht. Na intereson që qytetarët janë të zhgënjur. Si thua, rezultati kryesor i këtyre zgjedhjeve, fjala është zhgënjimi i thellë i qytetarëve nga pushteti i vet vendor. Dhe ta mbyllim në lidhje me reformën territoriale. Mund të jetë duke u diskutuar, shumë shpejt do të kemi edhe mbas edhe konsultim publik, do shohim një numër më të ulët bashkish pasi kjo reformë të hartohet dhe të konsultohet me publikun nga 61 që janë aktualisht. Është më mirë edhe në eficiencën e kësaj që ne po diskutojmë të jetë një numër më i ulët. As që diskutohet. Më përpara sa të niste kjo reformë, që ngeci në gjysmë të rrugës duhet ta pranojmë të gjithë, dhe një nga arsyet pse qytetarët është kaq i ftohtë se kanë ngecur të reformë. Numri atëherë u rrit me idenë që bashkia të jetë afër qytetarëve. Po kishte 307 qytete, bashki dhe komuna. Në 1 janar 2015, si me magji, u bën 61 super bashki. Ç'a ndodhi me këto super bashki? Si e justifikuan këto pritshmëritë e qytetarëve, interesimin e qytetarëve, interesat e qytetarëve? Pra, kjo reformë ngecur në gjysmë të rrugës ka dështuar ta pranojmë sado e rënd të jetë kostoja politike. Dhe kjo reformë duhet se s'bën të rikthehet me një reformë tjetër. Duam më pak bashki? Hajde. Ama ristrukturimi tjetë krejtësisht tjetër. Jo ajo, si thua çorb, më fal që po e përdor këtë fjalë, që u vëret që nga 1 janari 2015. Në rast se duam realisht të kemi, pse jo, edhe 30 bashki. Por ama këto të jenë qendra aktive ku të pulsoj çfarë mendimi për qytetarin, projektet për qytetarin, projektet për bashkimin evropian. Na thonë këto bashkit tona të dashura, sa kanë aplikuar? Mirë, s'kam qenë të sukseshme. Tjetër gjë, sa projekte ke bërë? Motër e dashur, vllai i dashur. Në krye të kësaj detyre, në këto 4 vjet që ke shpenzuar, 3 vjet, 2 vjet, s'ka rëndësi. Sa projekte ke çuar? I kishe pasur mundësi. Dhe dështon është tjetër gjë. Është tjetër gjë, po ama më jep listën. Duhet ta kesh paktën 100, 200 nga mundësitë që janë krijuar. Sa e ke vrarë mendjen tjetër dhe ke trazuar ujërat? Kjo është ajo që duhet ta bëjë qeveria qendrore urgjentisht. Jo vetëm për këta, të 5 që do dalin pas këtyre zgjedhjeve, për të 61. Një që është Tirana ka ato specifikën e vet, të paktën 60 mbaj nën presion të vazhdueshëm. Tirana është gjysma e popullsisë tonë. Por gjysma e popullsisë, më shumë se gjysma e vëllimit të punëve ekonomike, por secili ka interesin e vet. Nuk ta përmenda kota të 10.5 gati 11% të vlerës së shtuar të vendit. E ka vlora pse? Se ka turizmin. Duhet realisht që edhe pushteti vendor, jo vetëm t'i bëjë hizmetin atij turizmi, por në radhë parë qytetarëve vet. Është detyra numër 1. Prandaj janë zgjedhur. Prandaj janë aty. Ai është qëllimi kryesor. Prandaj marrin rrogën pjesë e taksave tona. Fatos, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit ty për ftesën.